Përmbytjet e ditëve të fundit kanë prekur rënd zonën e Torovicës në Lezhë, duke përfshirë rreth 2/3 e sipërfaqes bujqësore prej 2500 hektarësh. Dëmet konsiderohen të mëdha, ndërsa qëndrimi i ujit në sipërfaqe për një kohë të gjatë rrezikon të sjellë humbje të konsiderueshme për fermerët që kanë mbjellë tokat e tyre. Kjo situatë rrezikon seriozisht sezonin e korrjeve, pasi sipas fermerëve dhe specialistëve, këtë vit mund të mos ketë prodhim gruri, duke sjellë pasoja të rënda ekonomike për banorët e zonës. Në terren ishte i pranishëm edhe deputeti i Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës, Agron Xhek Markaj, i cili u takua me banorët dhe ngriti shqetësimin se kjo është një situatë që përsëritet vazhdimisht. Sipas tij, qeveria duhet të marrë përgjegjësitë dhe të vërë situatën në kontroll, në vend që të fajsojë vetëm faktorët natyror pa marrë masa konkrete. Është një gjendje shumë e keqe për banorët, për fermerët, madje këtu nga pas është edhe një rrugë e cila lidh dy fshatrat, shumë problematike për fëmijët që shkojnë në shkollë. Duket sikur e gjithë zona e Torovicës nuk është pjesë e Republikës, është jashtë kontrollit. Unë ftoj Ministrinë e Bujqësisë, Bashkinë e Lezhës që në kohë normale të vinë dhe të administrojnë zonën ashtu siç duhet, me kanalet, me kullimet edhe mbi të gjitha me hidrovorin në zonën e Balltrenit, i cili është premtuar në çdo fushat elektorale dhe është kthyer në një gënjeshtër. Për fat keq edhe këto ditë shohim vetëm justifikime nga ana e kryeministrit, nga qeveria, shpikin prallat pa dëgjuara që ky shi s'ka ra asnjëherë në këto 100 vite. Pastaj thonë në 1000 vite nuk ka një shi apo një stuhi si kjo. Në fakt, zona Torovicës brenda 2 muajve është përmbytur 2 herë. Nuk janë 1000 hektar në zonën e Lezhës, 1000 hektar janë vetëm në Torovicë tashmë të përmbytura, ndërkohë që kemi Spitnin, kemi Zejmenin, kemi pjesë të Zadrimës, ka kudo dëme, kudo probleme dhe bëj thirrje autoriteteve, qoftë lokale, qoftë qendrore, të dëmshpërblejnë banorët të gjinden, sepse kanë gjën e gjallë, nuk kanë tagji dhe jeta e tyre e përditshme varet nga këto fusha, varet nga bagtitë që kanë, nga të mbjellat të cilat janë shkatruar 2 herë madje dhe nuk ka në horizont asnjë kompensim, nuk ka asnjë shpresë përveç se fjalë boshe. Xhek Markaj thekson se është urgjente ndërhyrja në hidrovorin e Balltrenit, i cili aktualisht nuk arrin të kryejë funksionimin e tij për shkak të mungesës së investimeve. Sipas tij, investimi i nevojshëm është premtuar prej vitesh, por nuk është realizuar asnjëherë, duke lënë zonën të pambrojtur përballë përmbytjeve të përsëritura.